Protestues që preken nga zbatimi i projektit TIT janë grumulluar në orët e paraditës para bashkisë. Si shkak ka shërbyer dërgimi i letrës që u kërkon të largohen nga shtëpitë e tyre në mënyrë vullnetare deri me datën 16 shkurt dhe futja me urgjencë në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak të pikës së rendit të ditës për miratimin e subvencionit të qiras për familjet përfituese që preken nga zbatimi i projektit restaurimi dhe rikualifikimi urban i zonës perspektive TIT me vendodhje në parkun arkeologjik të Durrës. Banorët në protestë shpërthyen në akuza kundrejt bashkisë dhe këshilltarëve bashkiak. Tuan na prishin shtëpitë. Njerëz na ka erdhur nga bashkia, kemi marrë vesh të atyre që bëjnë matjet, edhe që tani kemi erdhur, kemi pyetur, plani është për të prishur, do bëhet thonë. Ne nuk duam, ne duam shponsim të na prishin shtëpitë, të marrim shtëpi. Sot ne nuk jemi me këtu. O do dini ju të na takoni, o ne në shtëpi tona nuk rrim. Po t'ja roshti moj plerë që do dalim ne nga shtëpia. Tani, në qoftë se t'i s've këtu, na ke po shtëpis. O jepi zgjidhje e o fol me këto banorë që po bën këtë padrejtësi të madhe, e ke hap krau si të ka dash kokra qefit, këtu ke dhe njerëz ku bje ke qezmi aferës dhe si ka quas letra Hasaberas. Moj zemër, sa është metri katror në Durrës dhe qendër? Unë 17 vjetë që jetojnë me ata shtëpie. I kam ble vetë, nuk më ka dhënë shteti. I kemi me lekët e tona, me fukarallik, i kemi bo. Të që unë, ke dera e vetëm bo për shtypi, si se erdhe një zyrtar me thonë për shemë si është, do t'i prishim. Po vetë shkrushin, vetë vullosin. Edhe prinë ato posteret me i prunë ato letër, dhe si morëm ato letër. Letra, ku dunë që letra shenë ato, që do dilin nga shtëpia me datën 16. Protestuesit bllokuan hyrjen e bashkisë dhe nuk linin këshilltarët të hynin brenda. Më pas u ulën në shesh dhe vijuan ashtu protestën të ulur.